Sali Berisha ka deklaruar se përballja politike me Edi Ramën do të përmbyllet me ndikimin ndërkombëtar, duke u referuar çështjes me Gonigal si një skandal që sipas tij do të ndjekë kryeministrin deri në fund të jetës politike. Përballë të rive të FRD-s dhe në prani të strategut amerikan Chris Lacivita, Berisha tha se afera po trajtohet në gjykatë dhe nuk parashkruhet. Hjeja e McGonigalit do ta ndjekë Edi Ramën gjatë ditën e fundit të jetës së tij. Nuk i ndahet. Është skandal planetar. Është skandal planetar. Ndaj dhe ai, siç e shifti, ka një terror të brendshëm. Ai ka patur probleme të njohura serioze me ekuilibra psikologjike. Por tani ka zgjedhë autoizolimin si rrugën për të mos shfaqur publikisht momentet e dezekuilibrit, si ndodhi ajo që i ra Tovolis dëshira me kokë, me grusht, e tjerë e tjerë. Ajo është një çështje që dihet që Edi Rama ka afera shumë të mëdha korruptive, por afera e cila ju cituat është e faktur, është në gjykat, e gjykuar nga një gjykatës amerikan. Dhe Rama... Ndërkohë, Lacivita sqaroi se nuk përfaqësojnë qeverinë amerikane dhe se angazhimi i tij është privat. Ai theksoi se zhvillimet në Shqipëri ndiqen me vëmendje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si çdo vend tjetër. Unë nuk flas në emër të qeverisë amerikane, jam këtu si një qytetar privat dhe merrem me fushata politike në vende të ndryshme të botës. Zhvillimet në Shqipëri ndiqen me vëmendje edhe nga Shtetet e Bashkuara, siç ndodh me çdo vend tjetër. Turizmi, një sektor që demokratët e konsiderojnë kyç për ekonominë, ishte një tjetër pikë në fokus. Berisha premtoi subvencione për punonjësit jashtë sezonit, rishikim të ligjit ekzistues dhe krijimin e një task force për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Kjo është Europa që u censurua, por jo vetëm kaq. Në qoftë se kjo ndodhi ditën e hënë, ditën e martë ndodhi një ngjarje tjetër madhore për Shqipërinë në Komisionin e Punëve të Jashtme të Sigurisë Parlamentit Evropian. Berisha u angazhua të ndalojë me ligj qeveritarës dhe familjarë të tyre në fushat të turizmit. Dhe familjeve të tyre në fushën e turizmit do të ndalohet me ligj dhe do të dënohet. Ato do konfiskohet. Të gjitha, çfarë kanë bërë? Do mu marrë me qeveri, merru me qeveri. Leo atyre që sektorin e vetë. Duke konsideruar infrastrukturën si thelbësore për zhvillimin e turizmit, Berisha kritikoi ndërtimin e aeroportit të Vlorës, që sipas tij përfaqëson një projekt abuziv me fonde publike. Ai gjithashtu ngriti shqetësime për mos funksionimin e impianteve të ujërave të zeza, të cilat i lidh me interesat klienteliste të qeveritarëve.